apo votojnë referendum? Po kjo nuk vorët krejt për nesër që pote dhe netën e fundit. Ne kemi kandidatën tonë, zonjën Haxhiu, përse do ta propozojmë prapë. Edhe konstituimi i kuvendit, si që dini, është përgjithësia e gjithë deputetëve të Republikës Kosovës, kështu që presim që deputetët e tjerë shqiptarë të partive opozitore ta votojnë. A keni numërat? Po numrin ta me kam me vete, po përse edhe numrat tjerë janë. Sigurisht se ka konsultime, po megjithatë më që i kemi numrat për qeveri, më të qeveri aty është shumë kritike dhe po përse aty jemi shumë sigurt, kurse te kryekuvendarja prapë dhe një të thamë që është përgjithësia e gjitha partive politike. A mendoni që për hip krejt Haxhiu ka më votu? Po është çështje mendimi edhe është hipotetike, kështu që s'po mundem të them përgjigje se presim e shohim. Jo, është Sonja Haxhiu. Kush janë katër vota tjera potenciale nga 5-7 që ishin kaluar? Presim e shohim. Me 3 dhe një tjetër kush? Presim e shohim. Për mua, më thonë shumë sinqerisht, është habi qysh sot nuk janë veteranë të luftës me protestu këtu. Me qenë se Ramush Haradinaj tha që ky Adem Hoxha, deputeti i listës sërbe, i Radojqiqit, tha ka orte UÇK-ja. Nëse dikush është ofendu vlerat e luftës, mendoj që kjo deklaratë ishte dashur me qenë ofenduese për ta dhe me pas një farë protestë të veteranëve këtu sot për deklaratën e tij, e sidomos ku kemi deputet Radojqiqit që bashkangjitin partive politike dhe e mbulojnë ata me UÇK.